E rëndon kjo situatën e Macronit, apo lartëson figurën e Brigidës? Avantazhi Brigidës dhe dizavantazhi Macronit? Kjo nuk është avantazh për askën, sepse duhet mos kishte ndodhur, por sigurisht e ka marrë për masa më të mëdha se sa mundi thonë, siç e thanë dhe ju, është ishte kohë, dhe për të ndjekur çfarë tha Enrika, është e vërtet që reagimi i Elizes nuk ka qenë shumë profesional. Bile gjatë gjithë kësaj periudhe Macroni është kritikuar se ka rreth vetes një ekip jo shumë performant, jo shumë të aftë. Edhe këto lloj gabimesh nuk mendoj se i bën ai, po i bën njerëzit që janë rreth tij. Pastaj nëse duhet të diskutojmë gestin, ne diskutojmë dhe ato, po më duket se ju përgjigja pyetjes. Okej, po sipas leximit të buzëve që ka bërë Gazeta Express, ai ka thënë je një humbës. Tani si mund të thotë një grua burrit, pavarësisht diferencave, por çon si ka, e kanë zgjedhur vetë jena ashtu, kur është zgjedhur dyer presidenti i Francës. Pra imagjino çdo për burrat e tjerë që janë president të Francës, çfarë do thotë gruaja? Që ai është presidenti i Francës, dy është bosi i Elizeut dhe ai thotë je humbës. Për çfarë fitore ka fjalën ndoshta Brigida? Shiko, është një çik ka spekulime mbi këtë, sepse fjalë për fjalë, siç e kanë lexuar, ajo mendohet se i ka thënë éloigne-toi nable. Traduction, s'il vous plaît, nuk e kuptojmë për popullin dhe për... Ma e përthe pak. Kjo mund të përkthehet edhe humbës, edhe minablës se të themi humbës e ka përkthyer anglezët, po nuk është humbës, është minablë mund të thuar se një njeriu me shaka që të tiro në vendës, këtë që po thënë është burallik, ose... Bullar, su, i lehtë. Jo burallar, minablë se, do më thënë, i lehtë. E një ka si të rezultatit? Do më thënë, edhe legjimi i buzëve nuk mund të jetë 100% i saktë. Dakord, edhe ne po analizojmë edhe po spekulojmë i diçka që mund të ketë thënë. Ose dhe fakti, po shumë që u përdorë që ja hoqin me shpull. Në fakt, po ta shofësh me hollësi, nuk është vërtet një shpull, ajo e shtynë me të dyra duart. Dhe shpeshherë mund të merret edhe si mbrojtje, kur dikush të afrohet më afër se sa duhet në një moment që ti nuk e ndjen këtë, ti e largon me dy duart. Tani na hape një pistë të re, do më thënë ajo po mbroj nga sulmi i padukshëm i Macronit. Po ne e shikonim Macronin që, ma e një atë, e shikonim që si ste afruar dhe shumë. Goditja është pak më e fortë se sa duhet. Po, e kuptoje.